Të ndërrua vëllezër, kur je me shok, kur ki shoqëri të mirë, apo ka besueshmëri, se ki me kanë çon hallin apo. Ka ndihmë, se ki pikujt me kërkon ndihmë. Po çka më e mirë apo? Çka më e mirë apo? Kur i ki shokët e afërt mirë, e ki, që me thonë, e ki një derë të rëndësishme të hapun. Cëla është e derë? Derë e duas. Para më shumë mi pas njerëz afërt tine që i falin 5 vakte, ruhen pi haramit, devat shumë, edhe nesër për shembull edhe ki dikon smut, edhe kur rrish me ta të shokët e mi. Më një bedo sonte kur të falni tek Allahu, apo? Se e kom punë të keq. Se ki kujt mi thonë. Ama ata që natën e ka përcen në kafe, ka përcen në për bastore ose ditën, apo çfarë më thotë tyne? Që besonte kur mbledhni me lut në do bëni, a më bëjnë do ata vëllata. Ata s'janë ata doha të vëllata. Çfarë më bëj? Për vetes po do ata. As për do as të kryejnë punë ata, jo për punë tjera ata. Kjo për dunia, mos sa për të gjykimit ata. Andaj të ndërrodhjen situatë caktuar me njerëz që për shembull si kryen obligimet ose kanë gjunat mëdha këtu më radhë, se ton kanë gjuna Allah na fal, po flas për gjunat mëdha, për shkelje trona, apo. E më thonë më mshël që është situata diku më që mbora që në ton lut në kapak por në punë të mirë. Çka më lutaj shkret apo. Çka më thon Allah që ka bëj apo. Namazin se ka fal. Në Ramazan se kanë gjinu. Nështë erës goja i vjen alkohol, a droga, diçka apo. Gjepa ti ka para haram. Me çka më lutaj me Allah apo. Me çka më lutaj apo. Andaj shoqënia e mirë është më rëndësishme ndërros. Gjinet apo. Të shillon, të udhëzon, të japësim rre me njerëz të mirë ato. Rre me njerëz të mirë, rre me njerëz të devotshëm, rre me ata që përfiton nga fjala e tyre, nga sjellja e tyre, nga këshilla e tyre, nga duaja e tyre, me çfarë rre.